Nuk i pëlqente askujt mënyra se si ajo jetonte. Çdo kush ishte aq xhelos nga buzëqeshja e saj, saqë nuk e nxirrnin dot prej mendje se si jetonte kaq e lumtur. Si mund një njeri të jetë i lumtur pa folur me shok, pa pasur shumë miq, pa bërë tash e theme? Të gjithë pyeteshin me vete se si mund një njeri ta shumëzojë me zero jetën e të tjerëve, mënyrën se si jetojnë dhe çfarë flitet në lidhje me ta. E tillë ishte ajo. Kishte shumë pak miq, shoqëroheshte shpejt me të gjithë dhe kushdo që dëshironte ta njihte, e njihte. Kur fillonte të fliste nuk dinte të pushonte, me gjithë njerëzit ishte e hapur dhe real. Fliste aq shumë, shkruante aq shumë sa ju bezdisej të gjithëve. Por nuk i interesonte sepse e tillë ishte ajo. Në orët e vona pasi të gjithë i kanë marrë gjumi, dilte në balkon dhe fliste me errësirën. Kurse ajo ankoheshte për yjet, pjen dimër, një nga një yje do ta braktisin, hëna do ta braktisi. Nuk ishte ajo e vetmja që e kanë braktisur të gjithë, edhe errësira po e përjetonte të njëjtën. Vinte re gjithçka, kujtimet e fëmijërisë, filmat turk që ishin luajtur para 4 viteve, këngët që këndoheshin nëpër ato filme, këngët që i dëgjonte para 4 viteve, duke kërkuar idolën përballë. Filloi të dëgjojë të gjitha me lent, të gjithë kujtimet ju kthyen pas si bumerang. Shikonte ka dritarja shtëpitë e fqinjeve të mbyllura, të braktisura. Kujtonte se si para 4 viteve nuk pushonin zërat në oborret e atyre shtëpive. Ju kujtuan shumë njerëz që i ka dashur, që kanë aktruar si e kanë dashur. Ju kujtuaj stëku i lagur me lot, ju kujtuan të gjithë këngët që i ka dëgjuar para 4 viteve. Megjithse, tani më kishte harruar se ato këngë ekzistonin, se ato njerëz ekzistonin, sikur asnjëherë s'kishin qenë të rëndësishëm, sikur asnjëherë nuk vlenin asgjë për të. Ashtu i kishte nxjerrë nga mendja ata. I kishte harruar ashtu siç harronte ombrella nëpër bankat e shkollës. Ata njerëz që para 4 viteve vlenin sa bota për të, ishin arsyeja e lotit të buzëqeshjes së saj. Sot i kishte shumëzuar me zero. Përderisa ata ishin të penduar dhe s'dinin ku ta kërkonin, asaj nuk i kujtoheshin. Interesante, apo? Ndoshta mënyra se si ishin larguar nga ajo, mënyra se si e kishin thyer atë, kur e pasi nuk ishin ashtu siç mendonte ajo, e bëri t'i harroj deri në këtë nivel. Apo ndoshta vetëm sepse ishte rritur. Shumicës nuk i pëlqente ajo, shoqëria nuk e pëlqente, sepse ajo nuk bënte thashë theme për të tjerët. Shoqëria deshte dikë që të flasë për njerëz, ndërsa ajo fliste vizione dhe ide. Nuk më pëlqen të rri në këtë botë mediokre, mes njerëzish që nuk dinte jenë të lumtur, thoshte gjithmonë. Ajo dëshironte të jetë e lumtur dhe ishte. Kishte lexuar mbi 30 libra në gjuhën turke, përderisa secila vajzë postonte jetën e detit, jetën e klubeve natës, jetën e plazhës. Ajo publikonte librat e saj. Aq libra të mirë kishte lexuar, saqë në çdo njërin prej tyre gjente fjalë që ishin shkruar sikur nga dora e saj. Aq mirë e përshkruanin atë. Aq mirë e thoshin atë që ajo thoshte në mendjen e saj. Billte lule, kujdeseshte për natyrën, kalonte shumë kohë në natyrë, jo vetëm në verë por edhe në dimër. Ishte e fiksuar aq shumë në perëndimin e diellit saqë nuk i shkonte mendja të fotografojë si të tjerët, por uleshte dhe shikonte deri kur kaplonte errësira. Nuk ishin të gjithë si ajo. Ta vësh re dhe një muzikë instrumentale si tingëllon, ta mendosh botën se sa njerëz që ka marrë në frymë por nuk jetojnë. Të fikësh celularin dhe të zihesh një çaj rus. Të hapësh dritaren dhe të vëzhgosh tingujt e zogjve. Nuk e bënte çdo kush këtë, por ajo e bënte. Njerëzit donin vajza që shëtisin, që flasin për botën, që dehen, që vallëzojnë deri në orët e vona nëpër klube. Deshin vajza që dilnin. Askush nuk donte dikë që lexon libra, që del dhe mbledh lule, dikë që në të vërtet di të dashuroj. Kjo ishte natyra ime, e kaluara ime. Njerëzit në të tashmë e as njerëzit në të ardhmen që do futen në jetën e saj s'të mund të ndryshojnë. Të gjithë ata që i ka përjetuar në të kaluarën, të gjithë ato njerëz që kanë pasur vlerë të madhe, sot të vinë si kurbet. Si kuptoj do të njerëzit që thonë se duan të jenë ndryshe nga të tjerët, kurse atë që është ndryshe nuk e pranojnë. Tani do të pyet në çfarë është mesazhi i gjithë kësaj që kam shkruar.
po ju a them. Të lexosh shumë libra, të kesh miqësi në numër të vogël, të jetosh me ndërgjegje të pastërt, ti duash të gjithë pa pritur që ata të duan. Kjo është jeta ideale.